Gjaferi me që për procedurë, thonë parlament, me që u adresua çështja e parlamentit tonë. Se me që kemi dhe seancë sot. Partia Demokratike, sidomos dhe deputetja Ina Zhupa e ka çuar deri në gjykatë lart, pra ligjin për zonat e mbrojtura. Kështu që më shumë se kaq, ky është maksimumi i mekanizmit që mund të bëj një deputet në parlament. Interpelanca janë thirrur mesatarisht diku te 5-6 interpelanca për seancë dhe ministrave sidomos të përfshirë dhe në këto val protestash po dhe më herët. Tani unë mendoj që ndoshta jam dhe pak i guximshëm po e thash këtë, po unë mendoj që opozita dhe deputetët i kanë ngritur kauzat, por nuk ka pasur reagim qytetar. Pra sot reagimi qytetar është shumë i koncentruar dhe kanë dalë gjithë kauzat e Partisë Demokratike minimalisht në 5 vitet e fundit. Qete ligji për zonat e mbrojtura, qete ligji për investitorin strategjik, qete pastrimi i parave, qete rritja e kostos akomodimit, te shpopullimi, te papunësia, gjithçka tjetër. Po unë e kuptoj normalisht që jeta është shumë e shpejtë dhe njerëzit janë shumë të zënë me hallet e tyre dhe nuk arrin dot të përtypin çdo gjë që është diskutuar në atë parlament. Sa i parlament është shumë kollaj që lajmin e parë dhe skandalin ta marrë Zegjineja dhe jo një fjalim që mund të ndodhi për një problematikë qytetare, apo e merr një përplasje mes këtij deputeti me atij deputetit, apo kapja e kësaj foltore, apo reagimi, apo batuta, ku di unë. Pra edhe raportimi është bërë shumë, si është shpreha, për të kapur prajmi duhet ndodhi një gjë jo normale, jo parlamentare. Por patjetër që duhet bërë akoma dhe më tepër. Pra, unë ftoj deputetët e Partisë Socialiste që ti shërbejnë zgjedhësve tyre dhe mendimit që kanë zgjedhësit e tyre dhe dalin dhe nga rreshtat e partisë, kur vjen puna për të drejtat e zgjedhësve të tyre. Po dhe ne dhe sot dhe para një jave, para një jave, po ne çuam 4 projekt ligje, pikërisht kërkesat e zauruara të sheshit. Dhe vetë kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulan Balla, tha silleni se ne të 4 do i votojmë kundër. Ne nuk i kemi numrat që mund i kalojmë, por mekanizmat këto janë dhe besoj se i kemi e zauruar deri në një mas. Shkole, po atë po të pyes ty si superpartes, si mundet opozita si mekanizëm institucional në raport me kërkesat e sheshit të avancojnë pikërisht këto shqetësime dhe të arrijnë ato rezultate? Flavion, ne duhet kemi parasysh që ka një koherencë përket kërkesave të sheshit dhe edhe qëndrimeve të opozitës, po për te kritikave që ne kemi për opozitën, sa i përket veçanërisht përfaqësimit apo listës së zgjedhjeve të fundit, ne duhet kuptojmë që është një opozitë që ka operuar në kushtet kur de facto Shqipëria, siç ekspozohet nga dosjet, ka qenë narkoshtet. Pra, ne kemi një opozitë që ka dalë ngar me gjithë ato 1000 probleme që ka dalë ngar përballë një force politike. Ka dalë ngar përballë një forceve politike, të paktën në 2023-shin dhe në zgjedhjet e 2025-s që qarkullonte ato shifra që ne i kemi parë ndosje. Se ka diçka, se ne folim vetëm për aspektin ekonomik, po nuk folim shumë për aspektin politik të atyre shifrave. Se pas atyre shifrave ka dhe një aspekt politik. Ne kemi sot deputet në parlament që janë përfaqësues direkt të atyre, që mbrojnë direkt interesat e atyre dhe në vend që të ngrenë këto propozime për cilat fletet lira, propozojnë aty vetëm ligje që u shërbejnë bizneseve apo konjunkturave të saktura që lidhen me krimin organizuar. Se ne po flasim për unë të gjitha partive. Si? Vetëm tek njëra. Jo, ka, nuk e saksova se mund të kemi edhe te partitë e vogla personazhe që janë të lidhur me krimin organizuar, që kanë një apo dy deputet. Po problemi është kush e futi këto modele të lira, kush e pompoi këto model, kush i hapi rrugë këtij modeli. Kjo është se tani edhe kjo edhe baraz vlefshmëria në këtë situatë kam përshtypje që është diçka që nuk i shërben çështjes. Dakor, ka dhe nga nuk është një kompleks nga ne ta themi që ka dhe mund të ketë deputet dhe nga Partia Demokratike apo dhe nga partitë e vogla. Por pyetja është kush e bekoi këtë sistem? Kjo është pyetja që duhet ngrihet, aty duhet i kërkohet llogaria dhe mbi gjitha duhet shkohet te kërkesa për ndryshimin e kodit zgjedhor, pasi dhe me sistemin që kemi ka shumë mangësira. Ka një përfaqësim jo real të votës, se diku tjetër në qarkun e Kukësit ka tjetër 5 vota dhe në qarkun e Vlorës ka tjetër 5 vota. Këto janë gjëra që duhet ngrihen edhe mbi gjitha.